që quhet Më mirë për Tetovën, e cila për mendimin tim është lista më e mirë se sa të gjitha partitë politike që i kanë kandidatët. Por ne do të flasim lidhur me atë se çfarë kemi realisht në spektrin apo në sistemin politik të vendit. Sistemi politik i Republikës së Maqedonisë së Veriut fatkeqësisht është i determinuar partiakisht. Unë do të kisha dashur sonte të flas për atë se kandidatët e pavarur, listat e pavarura, participimi demokratik i qytetarëve do të jetë më i madh, por unë kam dëshirë të paktën kur i drejtohem opinionit publik të flas lidhur me atë se çfarë kemi ne si situatë objektive. Ne jemi shoqëri partijake dhe kjo dihet. Ne në Maqedoninë e Veriut nuk flas për bloqet politike ndaras në aspektin etnik, por realisht nuk kemi arritur të formsojmë opsionin e tretë politik, apo një subjekt i tretë politik i cili do të ishte një lloj alternative politike ndaj LSDM-s në njërën anë dhe VMRO-DPMN-s dhe në anën tjetër ndaj BDI-s dhe opozitës shqiptare. Natyrisht që ka iniciativa, ka pasur tentime, është subjekti e Majta apo Levica e Dimitar Apasijevit, por deri në këtë moment flas në sistemin politik, sistemin partijak e kemi dy partijak, pra edhe në blokun shqiptar dhe Maqedonas, dhe kjo nuk më jep shpresë se do të ketë një depërtim të suksesshëm të listave të kandidatëve të pavarur. Natyrisht që ne si shoqëri duhet ta mbështesim konceptin e angazhimit më të madh dhe pjesëmarrjes më të madhe të qytetarëve në jetën politike. Por kjo nuk varet vetëm nga dëshira apo vullneti. Varet edhe nga ndryshimet sistemore që duhet bëhen. Për shkak se ju keni parti politike të cilave u akordohen mjete financiare të shumta në miliona për të bërë fushata të ndryshme. Dhe në anën tjetër i keni qytetarët të cilët duhet të luftojnë në kuptimin politik të fjalës, duhet të përballen me struktura politike, struktura partijake të cilat gjatë viteve kanë ndërtuar kapacitete të shumta edhe financiare. Ne dimë se partitë politike një pjesë